Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se u gjej. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Për të nisur sot me një të ftuar e cila vjen për herë të parë në fakt në studion tonë, por është një personazh shumë interesant dhe unë mezi po pres t'ju prezantoj. Në fakt ajo është një grua shqiptare me një sukses dhe me një karrierë shumë të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara si filantrope. Por në fakt historia e saj ka lindur këtu. Ka nisur në Shqipëri, ajo ka lindur, shtritur në Shqipëri, e ka kaluar rininë e saj këtu, madje edhe nën për herë të parë me djalin e saj është bërë pikërisht në Shqipëri. Më pas jeta e ka çuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe aty nis tërësisht një histori tjetër për të cilën unë do t'ju arrëfej sapo ajo gjithashtu tjetë në studio. Ajo aktualisht sot është udhëheqëse e fondacionit të familjes Koslowski dhe të atij Michael J. Koslowski, quhet Fotini Alteni Kokeri, dhe ka një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e kujdesit shëndetësor si dhe në promovimin në edukimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Gjithashtu, zonja Fotini, sepse unë kështu do t'i drejtohem edhe kur ajo tjetë në studio, ka qenë pikërisht ajo që pati idenë dhe e përgatitja të festën e fantastike që ne kemi dëgjuar të organizohet para pak ditësh në New York, dedikuar fotografit me një sukses botëror siç është Fadil Berisha. Ai bëri 65 vite dhe ishte pikërisht zonja Fotini që me të gjitha artistet, mikeshat, mbi të gjitha si drejtore artistike të asaj feste ka qenë sopranoja jonë e madhe shqiptare Inva Mula, organizuan një festë të jashtëzakonshme për Fadil Berishën, mes shqiptarësh të shquar dhe të ftuar personalitete amerikane. Ka qenë një ngjarje jashtëzakonshme në fakt e cila i jehoj shumë edhe në Shqipëri, sepse ne pam shumë video të vinin edhe këtej. Kështu që kemi dy momente sot për të folur me zonjën Fotini, pra për jetën e saj si personazh, si profil, por edhe për këtë organizim që ajo mori përsipër t'ia bënte si një dhuratë të madhe në një nga vendet më luksoze të New Yorkut, në një darkë madhështore me dhjetra e dhjetra të ftuar personalitete shqiptar dhe amerikan. Kështu që pa humbur kohë për ta prezantuar në studio dhe për të rrëfyer historinë e saj, presim zonjën Fotini Alteni Kokeri. Presim. Zonja Fotini, mirë se erdha. Kënaqësi e veçantë që ju kam në studio. Gjithashtu. Një zonjë e bukur. Gjithashtu. Që të impresionon pa diskutim kur e sheh, që duhet thënë ju jeni marrë dhe me basketbol. Për këtë arsye jeni dhe kaq i gjatë. Këtu në Shqipëri jeni marrë me basketbol. Me basketbol, po. Në vitet e fëmijërisë fillova në klasën 3-4 dhe vazhdova deri me kombëtaren e Shqipërisë të rejave. Kam shkuar në Greqi në 85-ën, edhe pastaj me lëvizjet e Shqipërisë, me ndryshimin e sistemit, edhe basketbolli humbi pak. Unë mundova të shkoj në Greqi të luaj basketbol, por pastaj fituam llotarinë dhe shkuam në Amerikë. Do ta tregojmë këtë histori. Të bësh shumë kurioze fakt historia juaj. Ju tashmë në Shtetet e Bashkuara keni pozicione shumë të rëndësishme, me influencë shumë të madhe, duhet thënë. Kështu që prandaj dhe jemi kurioz na rrëfeni se si ka ecur dhe cilat janë aktualisht misionet edhe qëllimet e fondacioneve që ju drejtoni. Faleminderit edhe një herë që jeni këtu. Ju ftoj të uleni. Faleminderit. Zonja, unë do t'u drejtohem zonja Fotini. Zonja Fotini, sepse kështu ju njohin edhe të gjithë, apo jo? Me emrin tuaj nuk është shumë i zakonshëm emri juaj, por memorizohet lehtësisht. Memorizohet sepse gjyshja ime kishte motrën në Amerikë, edhe vllajën në Amerikë, dhe kjo ishte arsyeja që ata i mungonin dhe më vuri mua emrin dhe çuni xhasi më vuri emrin Anastas. Se unë kam emrin e motrës së gjyshës. Bukur, shumë bukur. Le ta nisim me materialin që keni përgatitur, është një profil i juaj, një prezantim më i plot i juaj për atë që ju keni bërë pra rrugtimin tuaj dhe atë që ju përfaqësoni sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe më pas do ta tregojmë pak a pak edhe këtu në studio. E ndjekim. Fotini Alteni Kokeri është një grua e suksesshme dhe e njohur në fushën e filantropisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte viti i vështirë 1997 kur ajo u largua nga Tirana drejt Floridas me sfidash të mëdha si për çdo familje që largohej nga Adheu në kërkim të një jete më të mirë drejt ëndrrës amerikane. E pa njohur në një sistem krejt tjetër, Fotinia u përball me vështirësi të shumta, por arriti të integrojë fal përkushtimit, punës së palodhur dhe një lidhjeje të veçantë që do i ndryshonte jetën. Miqësia me Helen Koslowskin.
një filantrope e njohur dhe themeluese e një prej rrjeteve më të mëdha të bamirësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte Helen ajo që i hapi jo vetëm dyert e shtëpisë, por edhe ato të jetës. Marrëdhënia mes tyre u kthye në një lidhje të fortë besimi dhe respekti, saqë pas ndarjes nga jeta të Helen Kozlowskit, Fotinia u bë trashëgimtarja dhe drejtuesja fondacioneve të saj. Sot ajo mban postin e drejtoreshës ekzekutive në rrjetin e fondacionit të familjes Kozlowski dhe atij të Michael J. Kozlowski, një pozitë që e ushtron me përkushtim të jashtëzakonshëm. Në drejtimin e saj, këto fondacione mbështesin projekte për përmirësimin e aksesit në kujdesin shëndetësor, avancimin e edukimit mjekësor dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Aktiviteti i saj përfshin bashkëpunime të ngushta me organizatën Motra Qiriazi, ku përmes fondacioneve mbështet fuqizimin e grave shqiptaro-amerikane dhe programet edukative për to. Po ashtu, është pjesë e organizatës Albanians Fighting Cancer USA, ku bashkë me themeluesen Roberta Panariti Nashi, punon për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të ofruar mbështetje për shqiptarët që përballen me kancerin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kontributi i saj është vlerësuar gjërësisht. Fotinia Alteni Kokeri është nderuar me çmimin e filantropisë nga Qendra Mjekësore e Trinitas, çmimin humanitar të ekselencës dhe titullin kampion e kujdesit shëndetësor nga Shoqata Ndërkombëtare për Variacionet Kromozomike, vlerësime që tregojnë jo vetëm ndikimin e saj konkret, por edhe ndjeshmërinë e rrallë që ka ndaj njerëzve në nevojë. Nën e 2 fëmijëve, Fotini Alteni Kokeri, një model force dhe frymëzimi për shumë gra dhe vajza, sot në studion tonë do të rrëfejmë më shumë për sfidat dhe sukseset e saj. Ky ishte materiali, një përmbledhje në fakt shumë interesante, duke pasur parasysh gjithë rrugtimin tuaj. Pra, ju jeni larguar nga Shqipëria në vitin 1997. Deri në atë moment, gjithçka ka ndodhur këtu, ishit bërë ndërkohë nën me fëmijë, nën e një djali, merreshit me basketbol. Çfarë kujtoni nga Shqipëria asaj periudhe, gjërat më të rëndësishme që kishit arritur? Nga Shqipëria asaj periudhe unë kujtoja që domethënë kisha atë ndjenjë që isha e sigurt, sepse kisha familjen, gjithmonë kishim atë njëri tjetrin, suportimin. Dhe me vajtjen në Amerikë ishte ndryshovi sepse isha e vetme, edhe në atë kohë nuk ishte edhe shumë shqiptar të Shqipërisë. Më shumë ishin nga Kosova, edhe vende tjera që kishin pasur mundësi të emigronin më përpara. Por jeta këtu e imja ka qenë, jemi rritur me shumë dashuri. Prindit kemi pasur 2 prindit mrekullueshëm edhe vllajin tim të dashur që sot më ka dhe ditëlindjen. Edhe 100 jurojmë. Ja, kjo është një foto e juaja, kam përshtypjen kur keni qenë fëmijë apo jo? Një foto me familjen. Ku jeni këtu? Këtu jemi ke Tirana, ke Skënderbeu. Fotoja klasike të gjithëve, s'mungon as tek juve kjo foto. E gjithë familja. Si gjithë familja. Tek monumenti Skënderbeut. Po. Dhe domethënë kjo ishte jeta ime këtu, shumë e përkërdelur, vajze vetme e babai tim që më mbante si princesh. Por me kalimin e viteve që vajta në Amerikë, atje ishte, i them të gjithë, unë kam mësuar si qahet në Amerikë, sepse kur e morëm fituam lotarin, asnjëri nuk kanë tha vështirësit. Për të fituar lotarin, ju aplikuat? Aplikuam dhe Green Card Lotari, që atëherë i dërgoje me letra. Tani e bën online. Ishit juve? Unë ish burim tani, do më që jemi ndarë, edhe djali. Djali ishte 2 vjeç. Kur fituan. Pra në atë moment ju tha do të largoheshit nga Shqipëria, ishte fillimi viteve 90, periudhe vështirë, Shqipëria ishte në një moment shumë vështirë, viti 97 pastaj, që ishte një tjetër moment sfidues për të gjithë, kështu që juve në atë kohë patët fatin e madh që merrni këtë përgjigjen e lotarisë amerikane. Ndërkohë më herët cili ishte profesioni juaj këtu, me çfarë merreshit? Vetëm me basketbol dhe... Basketbolli ka qenë sporti. Vetëm, po, sepse ika në Greqi në 92-shin, duke munduar që të lozja basketbol atje, loza pak me Kastorian, edhe me Selanik unë fillova, por ishte problemi me dokumentave atje, sepse unë isha e martuar already, domethënë edhe kishe probleme, i vëndë që isha e vorje periote, domethënë kishim një part vorje perioti, prap ato ishte vështirë të bëje dokumentat në Greqi në atë kohë që të lozja basketbol. E qartë, kjo është një foto e juaj që i takon pikërisht asaj periudhe, kur ju luanit basketbol. Po, atëre kemi qenë këto, kanë qenë vitet e Pallatit Sportit që si qunë, si qunë haram. Në një video të asaj kohë keni mundur ta gjeni dot? Jo, faktikisht edhe fotografitë. Janë materiale të vështira për t'u gjetur në fakt. Po, edhe fotografitë që kisha kur lëvizëm shtëpit, u bë një shi edhe u prishën të tëra. Bile si kam thënë 2-3 shoqeve të mia të basketbollit, që ka mundësi nëse keni më dërgoni një fotografi, po jeta atëre ke parasysh një fotografi ishte sikur lije një diamond today. E vërtet, po. E vërtet, ndërkohë që sot janë
më shumë se s'duhet nga njerë fotografit. Në 97-ën ju zhvendoseni dhe shkoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ty ju priti njeri? Më priti një kushërira e mamajt, Patët një lloj baze, le të themi sa për të orientuar, po. Mamaja ime, gjyshja ime kishte lindur në Turqi dhe gjyshi im vendosi të vinte në Shqipëri, edhe ngelën këtu kur u mbyllën bordet, ndërsa vëllai tjetër vajti në Amerikë. Edhe kjo vajzë xhaxhai tim që ishte rritur në Turqi, asnjëherë s'na kishte takuar, ka hapur derën jo vetëm për mua, por ka hapur derën për të gjithë kushërinjt. Edhe jam gjithmonë thankful to her. Jam gjithmonë falenderoj atë, më fal. Si nisi jetesa në Shtetet Bashkuara? Si ka qenë fillimi? Fillimi shumë i vështirë, sepse që nga të merja një shtëpi me qërat, i kishe nevojë për dikë që të bënte atë co-signin, sepse po të mos kishe punë, po të mos kishe kredit, historinë e kreditit, asnjë nuk të jep të shtëpi. Se kjo kushëria ime na ndihmovi në fillim fare të merrnim apartamentin e parë, edhe në atë kohë faktikisht vëllezërit e Fadil Berishës i gjetën burrit tim një punë. Më thënë kanë ndihmuar në atë kohë, mes miqve, sepse ata kishin kohë në Amerikë. Edhe kështu që atyre jemi njoftur pak me Fadilin, po pastaj shtuam shoqërinë më vonë. Edhe si është puna bota me rota. 20 e ca vite mbrapa, shikoj një Berisha aplikim në kompaninë time, sepse bëja property manager, do më thënë menaxhoja apartamente, sepse Kaslavski family, familja Kaslavski kishte pallate, ishin pronar pallatesh që i lëshonin të patundshme, po. Po, që i lëshonin me qyra. Edhe unë bëja menaxhimin e këtyre, merja aplikimet edhe kisha nevojë për një super dhe kur shikoj një nga niprit e Fadil Berishës kishte aplikuar atje për building engineer dhe thash, pa ta marr një këtë kush është ky djalë. Edhe morën telefonin dhe thashën, po çaj ke Fadilin kam xhaxha, po hajde më hajde. Hajde se puna në mëson. Patjetër, ishte një moment për të kthyer back një të mirë që t'ishte bërë ty vetë dikur. Ashtu. Pra, nisi me vështirësi, shqiptarët atje duke munduar, duke ndihmuar njëri tjetrin ato fillimet e veta, por më pas erdhi njohja me një zonjë të cilën do duhet ta konsultoj edhe një herë, Helen Koslowski. Një zonjë e një familje që takon një familje shumë të pasur dhe që drejtonte fondacione të rëndësishme bamirësie. Si erdhi njohja me të? Unë përshikoja sepse doja të edukoja fëmijët në shkollat më të mira të New Jersey, siç jemi në mama shqiptare që duam të çojmë fëmijët në shkollat më të mira. Dhe pyeta këtë kushërinë time Vasullën që më priti, i thash, ku janë shkollat më të mira? Dhe më tha mua Melbourne Short Hills. So unë vajta në kompjuter dhe po shikoja edhe në gazetë në atë kohë, domethënë që shikoja ato dhe pash që nuk mundet t'i përballoja çmimet e Melbourne dhe Short Hillit, po ishte një punë, thoshte part-time superintendent, që është part-time që menaxhon pallate. Dhe thash, ta provojmë njerë se nuk... Ishte një lloj administratore? Administratore. So, i çova një aplikim, gjysmat ishin të vërteta, gjysmat i bëm një çik se ke, pra është nga e keqja. Zbukuruan pak. Zbukurojmë, por nuk gënjejmë. Zbukurojmë, por nuk gënjejmë. Edhe shkuam me në atë kohë, isha shtatzan faktikisht me vajzën dhe doja patjetër të kisha një apartament të mirë. Edhe kur shkova atje, i thash asaj, të lutem, i thash, unë nuk kam punë, i thash, po unë do punoj 2-3 punë që të ta pagoj ty qyranë, se ishte një qyra e vogël. Edhe ajo na pa neve kështu, edhe unë mbaja djalin në dorë, edhe si të stresuar, edhe më tha, mos ki merak, ta do të ndihmoj unë ty, ta do ta jap apartamentin. Në atë kohë nuk flisja dhe mirë gjuhën. Dhe më thënë, ish buri me fliste në qikë më mirë, po a i ishte që, si thuash, liderin atë kohë, dhe më thënë. Dhe pasaj, duke kaluar vitet... Ne kemi dhe foto, ja ta komentojmë, kjo është zonja Helen, apo jo? Kjo është zonja Helen. Po, këtu jemi duke prerë shiritin në Emergency Department, në Departamentin e Urgjencës të Spitalit St. Barnabas në New Jersey. I cili ishte ndërtuar derisa po pret shiritin nëpërmjet donacioneve të këtij fondacioni, apo jo? Shumica ne kemi dhënë atje, kemi dhënë shumë donacione, por kjo ishte ne blem një MRI makinë që bënte skenerin e trupit për 10 sekonda. Në qoftë se ke parasysh, në qoftë se ke bërë ndonjëherë MRI, kemi folur në program mjekët që vinë tregojnë. Zakonisht MRI-t janë 15-20 minuta të mbyllura që njerëzit kanë klosofobia, nuk rindot. Ndërsa kjo është e hapur dhe e bën për 10 sekonda. Heleni kishte probleme me klosofobin edhe tha, ti blinë spital një gjë që edhe unë kur të vete nga njerë ta përdor. Edhe fatje sa i keqe ne e përdorëm bas 5-6 vjetëve makinën dhe për të, do më thëmë, po, tha, ja, sa mirë, investime të mira këto që bëjmë. Ndihmojmë të tjerët, po ndihmojmë dhe veten. Edhe veten. Bukur. Pra,
nga kjo njohje, ju fituat besimin e saj, krijuat një raport miqësor, dhe erdhi një moment dhe ajo ju besoi drejtimin e fondacionit, apo jo? Si ndodhi? Mamaja Helinit ka filluar real estate në vitet e 1890 san. Dhe Helini kishte dy vëllezër, Michael J. Kaslaski, që ishte avokat, edhe Leo, që ishte në mjeksi, në degën e mjekësis, pa asnjëherë nuk u bë doktor, sepse menaxhonte real estate-in me familjen. So, kur më mori mua Helini në punë, ajo kishte 14 pallate. Edhe duke u ngritur në mosh, i shiste pallatet një nga një, edhe në fund fare ngeli vetëm me 2. Edhe unë i thash, dëgjoj, kjo kompania që i blinte më ofroi një punë. Edhe unë i thash, Helin, unë do t'i bëj këto të dyja, t'i menaxhoj pa lek, sepse më ke dhënë ndihmë, më ke dhënë dorën dhe asnjëherë nuk do ta harroj, do jemi mikesha, po më vjen keq që ti të më paguash për një punë, domethënë ajo nuk donte të ma ulte dhe rrogën sepse thoshte ti ke 2 fëmijë, tani si t'ja bëjmë kësaj. Edhe këtu lindi ajo që tha, okay, unë do krijoj Kaslaski Family Foundation dhe ti dhe fëmijët e tu do jeni trastit. Ju do t'jeni trashëgimtar, pra ata që do t'ju besohet vazhdimësia. Vazhdimësia e lekëve të asaj. Pra si funksionoka, pra këto ndërtesa që janë prona të zonjës Helen dhe të kësaj familjeje, tashmë do t'i kalojnë fondacionit dhe të gjitha të ardhurat që grumbullohen nga përdorimi i tyre, nga shfrytëzimi i tyre në konceptin e biznesit, i kalojnë fondacionit. Fondacioni kështu krijon të ardhura dhe me këto të ardhura bën bamirësi, ndihmon gjithmonë në lidhje me ato fokuse që ka vetë fondacioni në objektin e vetë. Në Amerikë, kur kryojnë fondacionet, kryojnë dhe ato regullat çfarë do të bëj unë dhe trustit ose board members që kemi neve të fondacionit, dhe unë vazhdoj rregullat e saj. Fondacionet e mia japin scholarship, japin research dhe japin edukim të komunitetit. Domethënë si ta parandalojmë kancerin, si mund ta ndalojmë zhvillimin, sepse kanceri është sëmundja e shekullit, që po infekton edhe infekton shumë familje, domethënë ne të gjithë jemi sa do pak të prekur. Për shembull, babai im vdiq me kancer dhe unë e di çfarë do të thonë të kesh një pjesëtar të familjes të vuash dhe prandaj un kam dëshirë, domethënë, që kur isha e vogël doja gjithmonë të ndihmoja. Por tani jam pak me fat që Zoti më dha një mundësi që jo të vetëm të ndihmoj me kohën time, me zemrën time dhe me fjalët e mira, por dhe me anën financiare. Dhe sot e keni këtë mundësi, pa diskutim. Aktualisht, cila është një nga kauzat që keni më përzemër përveç çështjeve të shëndetit në Shqipëri? Shikoni diçka interesante ndoshta ku edhe këtu mund të jepni një kontribut? Kam folur me shumë, kemi folur, dëshira ime më e madhe dhe Elinit ishte gjithmonë thoshte eduko të rinjt dhe sepse ata po të edukohen, do të vinë një ditë që do jenë self-secure, do kenë atë sigurinë financiare që mund të ndihmojnë të tjerët. Se ti pa ata po nuk ndihmuan dot veten, si mund të ndihmojnë të tjerët? Absolutisht. Dhe me Shqipërinë, unë domethënë çfarë shikoj sot për sot, scholarship-et për shembull që të jap. E kam ndryshuar pak bursa studimes për doktor, për avokat, për infermiere. Fantastike. Dhe kemi dhënë pak, domethënë biles edhe ke ditëlindja e Fadil Berishës, që ashtu ne dham një scholarship, Sonora është një vajzë mrekullueshme. Fantastike. Mirë, përpara se të dalim tek ditëlindja, për cilën kemi përgatitur gjithashtu një material, thjesht për të plotësuar rrugtimin tuaj, ju ndërkohë bëheni me një vajzë, gjatë viteve që jeni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe sot besoj djali dhe vajza, kemi dhe foto të cilat mund të vinë për ta shoqëruar këtë rrëfim, besoj ju janë bërë krah, po jo. Që është vajza, që sapo kishte lindur në Shtetet e Bashkuara, e shohim edhe pak më të rritur në fotot e tjera. Ky është djali sot i rritur. Po. Ja këtu të dy, ja dhe këtu. Besoj të janë bërë shok edhe ndihmë, suport, besoj. Sepse unë të dy fondacionit i menaxhoj tani, njëri me djalin, Michael J. Kaslaski është me Britnin, edhe Kaslaski Family e ka me djalin. Kjo ishte që dhe ato të kishin një çik, më kupton atë independencën e vet, domethënë që mos ishin gjithkohë bashkë. Por fondacionet janë të shkruar që kur të vdes unë, ata të dy do të vazhdojnë ta kalojnë. Dhe në këtë kuadër ju morët përsipër të realizoni një festë të madhe dedikuar fotografit me një sukses botror, siç është Fadil Berisha, i cili pa diskutim e ka bërë krenar Shqipërinë, e ka promovuar Shqipërinë
gjithë aktivitetin e tij dhe me atë dashurinë e tij të pashtershme për Shqipërinë dhe me mallin e madh që ka për shqiptarët, duke i mirëpritur të gjithë shqiptarët aty, duke shërbyer si një derë e hapur për të ndihmuar çdo që ka zbritur në New York, dhe këtë e dim të gjithë nga rrëfimet e shumë shqiptarëve që thonë ishte Fadil Berisha që më ndihmoi, dhe pa diskutim me emrin e vet dhe me emrat e pa fund të famshëm të cilët ai ka fotografuar dhe tashmë ka krijuar emrin e tij në botën e madhe të showbizit amerikan dhe të fotografisë. Në këtë kuadër, pra, për të nderuar Fadil Berishën e madh, ju vendosët që t'i realizoni këtë darkë të madhe të ditëlindjes së tij me shumë personalitete të ftuara. Ju dhe sopranoja jone e madhe me fam botërore, duhet thënë Iva Mula, një emër, një krenarisht shqiptare. Në lidhje me festën, ne kemi parë shumë postime të ndryshme, por unë dua të sjell një insert i cili na bën një përmbledhje të asaj që ka ndodhur në New York, në një nga vendet më luksoze, le të themi, më të rafinuara të New Yorkut, ku organizua pikërisht edhe darka. Le të ndjekim materialin. Një mbrëmje vërtet gala dedikuar një prej personaliteteve më të njohur dhe më kontribues shqiptar në botë, fotografit shqiptar me fam botërore Fadil Berisha. Mes miksh, bashkëpunëtorësh, personalitetesh të shquar shqiptar dhe amerikan, Fadil Berisha festoi 65 vjetorin e lindjes, mbrëmjen e 2 prillit pikërisht në mjediset e Cipriani 25 Broadway, një nga vendet më prestigjioze dhe glamour në New York, ku në këtë fest u ndërrua karriera e gjatë dhe e jashtëzakonshme e fotografit Fadil Berisha, organizuar nga filantropistja shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Fotinia Alteni Kokeri. Në tapetin e kuq, ku njësoj si në një event mode, parakaluan personalitete e fushave të ndryshme, të cilët gjithashtu shijuan edhe fotot e jashtëzakonshme të fotografit Fadil Berisha, të realizuara për yjet botëror ndër vite. Mbrëmja u moderua nga modelja dhe filantropistja Emina Çun Mulaj. Momentet të veçanta ishin dhe nderimet me disa çmime për fotografin e njohur. Një mbrëmje mrekullueshme galak, ku gjithashtu nuk munguan performancat e papërsëritshme të artistëve më të njohur shqiptar, si sopranoja me fam botërore Iva Mula, virtuozi në violinë Olen Cezari, pianisti Genc Tukiçi, sopranoja Dëshira Ahmeti, aktoria Eliza Dushku, por edhe një moment surprizë nga këngëtarja Parashivi Simaku. Sigurisht në këtë mbrëmje nuk mungoi as vallja e famshme shqiptare e Tropojës, e cila ndezi atmosferën edhe më shumë. Mes emocionesh të pafundme, performancash të mrekullueshme dhe një atmosfere të papërsëritshme, Fadil Berisha festoi si një yll me syesh ditëlindjen e tij të 65. Sa festë e bukur! Le t'ju urojmë edhe 100 edhe njerë kështu publikisht nga studioja jonë, fotografit të mirënjohur shqiptar Fadil Berisha, edhe shumë vite të gëzuara, ndërkohë që në këtë moment neve do ta bashkohet në bisedë sopranoja jone madhe Iva Mula, drejt për së drejti, e dashur Iva, mirë se erdhe. Faleminderit që jemi ne në këtë moment. Jemi me Fotinin, me zonjën Fotini këtu së bashku. Ju të dyja keni bërë një festë të jashtëzakonshme për Fadil Berishën dhe besoj që për të do t'jetë e paharrueshme kjo festë dhe kjo ditëlindje. Në fakt, jam shumë e lumtur që jam me dy zonja të bukura që i dua shumë të dyja, ndërsa Rudinën e njoh prekosh dhe e çmoj, u bëra me një mike të re, siç është, ne i themi Foti, një motër e cila ju bashkua motrave të tjera dhe ne i quajtëm këtë festë motrat e Fadilit, motrat spirituale, shpirtërore të Fadilit, do festojnë ditëlindjen e tij. Dhe kështu u organizua kjo festë e bukur, duke vënë gur të vegjël, po kemi punuar 6 muaj për këtë ditë. Për Fadilin nuk ishte e lehtë që të krijonim diçka, se Fadili është një figurë e madhe, në radhë të parë një humanist, në radhë të parë një abdetar i madh, njëri që ka ndihmuar, madje shumë njerëz i thonin edhe Baba Teresa, mund t'japim, virtytet më të larta të një njeriu i cili nuk ka menduar asnjëherë për vete, por ka menduar gjithmonë për shqiptarët. Por nga ana tjetër, pjesa tjetër e Fadilit është një artist i jashtëzakonshëm, një artist që na ka bërë krenar. Po të shikojmë vetëm portofolin e karrierës së Fadilit, të shikojmë që nuk ka yll botëror që nuk ka kaluar në objektivin e Fadil Berishës. Ja, fjalët janë të pakta, por unë nga njohja shumë e hershme, 30 vite që njihemi me Fadilin, gjithmonë kam menduar, i kemi thënë Fadilit faleminderit për gjithçka çfarë ka bërë.
duhet mendojmë që në rrugtimin e tij ka pasur emocione të mëdha për njerëzit që ai ka ndihmuar, po ka pasur edhe zhgënjime, siç kemi të gjithë në jetë. Dhe ne u mblodhëm për t'i thënë faleminderit, jemi mirënjohës për çka ti ke bërë, në radhë të parë si adhetar, në radhë të parë si një njeri që ke ndihmuar kush ka dalë përpara, me talent, pa talent, ai ka ndihmuar vetëm se kanë qenë shqiptar, por jo vetëm. Ai ka ndihmuar shumë të rinj, shumë artistë të rinj që kanë parë veten e tyre në objektimin e Fadilit në hapat e para të karrierës. Dhe nga ana tjetër, Fadili është një nga ato artistët që kudo që flitet më thënë sigurisht në atë që ai përfaqëson në modë, në gjithë karrierën e tij me Miss Universin e të tjera, emri i Fadilit është në piedestal. Prandaj ne motrat shpirtërore të Fadilit u mblodhen në ditën e ditëlindjes, se çdo gjë na duket sikur ishte koincident, po ishin ngjarje shumë të bukura, ishin pika shumë të bukura të cilat u bashkuan bashkë dhe fal bujarisë, zemërgjersisë, seriozitetit dhe gjithë atë që mori Foti mbi supe për të realizuar një festë madhështore që mendoj pa diskutim unë sa kam parë në karrierën time ka qenë një nga ngjarjet ose do ngelet ngjarja më e bukur që është zhvilluar në New York, në zemër të Manhattanit, në New York, dhe këtë nuk e tha vetëm ne, artistët shqiptarë, ose ato gjithë njerëzit që ishin aty, po e thanë vetë artistët amerikanë. Ne nuk e kemi parë. Pse? Se kjo fest në radhë të parë kishte dashurinë. Dashurinë për Fadilin. Kjo dashuri, kjo dë e madhe u mblodh dhe i dha gjithë shkëlqimin asaj natë. Bukur. Zonja Fotini, si u ndje Fadil Berisha në atë fest? Me emocione, me lot në sy, dhe më thënë, kishte dhe ato, tani të i kem të gjithë në një dhomë, se ishte mësuar të kishte një nga një, edhe të ishte në kontrol. Tani të tërë, a ishte, të gjithë syt ishin ke aji. Edhe kjo ishte, dhe më thënë, që bërja të dhe më emocionuse, edhe të gjithë vini në skenë, dhe merrni mikrofonin, dhe thoni diçka të veçantë për të, çfarë i kishte prekur ata, dhe Fadili është njëri mrekullueshëm, që jep vetëm dashuri, me një zemër të madhe. Unë pata fatin edhe gjithashtu edhe së bashku me Ivën, të falenderoj Iva për mundësin që më dhe t'i bëja gjithashtu një mesazh surpriz dhe një urim surpriz Fadilit. Mund vinë do shta shkurtimisht momentet mbulim vetëm për të kujtuar qaste nga intervista që ne kemi pasur me Fadil Berishën këtu në studio dhe më pas sigurisht për t'i bërë një urim nga zemra. Dhe besoj të gjitha këto kanë ndihmuar edhe kanë ndikuar që Fadilit ketë pasur një mbrëmje të paharrueshme dhe një emocion të jashtëzakonshëm. Ndaj, pikërisht në lidhje dhe me praninë tuaj të të dyjave, këtyre zonjave të nderuara sot në studio, desha që të kishim gjithashtu dhe një mesazh për ju të dyja pikërisht nga Fadil Berisha. Dhe ju ftoj në këto momente ta ndiqni për zonjën Fotini dhe për zonjën e madhe Invamula, për dy zonja të mëdha të nderuara. Le ta ndjekim. Përshëndetje Rodina nga New Yorku. Falenderoj nga zemra për atë mesazh bukur si ma dërgove për datindjen. Foti, my firecracker. Do të falenderoj nga zemra për gjitha punë bukur si e bërë. I mlodhe dhe artista nga këtë bota, edhe për datinën time, e di se s'ka qenë kollaj dhe shpenzimet ndaja, për të falenderoj nga zemra. Inva, të falenderoj shumë për atë mbrëmje të bukur artistike si e bëre, si artistic director, edhe ku performove edhe vetë, na kënaqe gjithë neve, gjithë Amerikanë. Do t'i falenderoj dhe gjithë ata si morën pjesë, përthuajse Nevila Dudaj, Nemani, Dëshira, Motar Qejazi, gjitha i grupë si ishën aty, si na e banë të mundur këtë mbrëmje. Ju falenderoj, nuk do të harrohet kur kjo mbrëmje, edhe Foti, I love you and thank you for everything. Inva, I love you, thank you. Rodina, thank you. Enjoy, Tirana. Faleminderit Fadil Berisha, i madhi Fadil Berisha. Pa diskutim, kontributit i është i çmuar edhe ideja juaj për t'i organizuar këtë ditëlindje madhështore është aq e bukur edhe ka krijuar emocion të gjithë në fakt. Jo vetëm të pranishmit aty, por edhe shqiptarët që kanë mundur ta ndjekin nëpërmjet rrjeteve sociale edhe kanë parë se çfarë ka ndodhur atë natë në New York në ditëlindjen e 65 të Fadil Berishës. Kështu që edhe një herë gëzuar ditëlindjen edhe 100 nga zemra Fadil Berishës. Ndërkohë
Zonja Fotini, në lidhje me ky ishte një aktivitet pra që ju deshët t'ja dedikonit një shqiptari të madh, siç është ai, por kontributet tuaja për shqiptarët janë të shumta, besoj, në Shtetet e Bashkuara. Keni dhënë suportin tuaj dhe ndihmën tuaj shumë shqiptarëve atje. Me shqiptarët dhe Shqipërinë kanë filluar këto 3 vitet e fundit, sepse janë shtuar edhe fondet e fondacionit. Domethënë, kur zonja Elin Kaslaski ishte gjallë, ne dononim 250.000, 300.000 në vit. Tani unë donoj 2 milion e gjysëm. Dhuroj, më falë, po, bëj dhurime. Deri në 2 milion e gjysëm. Dhe duke rritur vlera, tani kam dhe më shumë mundësi që të ndihmoj. Dhe shqiptarët kanë ecur shumë në Amerikë dhe jam shumë nderohem që kur shikojmë në spitale, në çdo spital që shkojmë kemi doktorët tanë tani. Për shembull si Dr. Kujtim Latifi, Dr. Genti Tahiraj, për shembull në Boston, Albanian Fighting Cancer Foundation, janë mbi 40 doktorë që janë në dispozicion të shqiptarëve. Sa herë që unë marr një telefon ose Roberta merr një telefon, ne i dërgojmë email të gjithë këtyre doktorëve dhe ata na japin mundësi. Për shembull, kishim një fëmijë tani që domethënë e dërguam emaile të gjitha këtyre spitaleve kush do ta merrte përsipër, se nuk është vetëm leku, është edhe problemi që a bëhet ky fëmijë, domethënë ose ky pacient, mund ta ndihmojmë. Domethënë se do ta marrësh rrugën, do vish, do shpenzojmë gjithë ato lek, por domethënë ne po mundohemi të bëjmë të pamundurën. Janë shumë njerëz që kanë nevojë për ndihmë dhe unë dua t'i ndihmoj të tërë. Edhe të më besoj njerëzit që unë nuk flet gjumë natën kur e di që më ka ardhur një email dhe nuk mundem të ndihmoj. Ose mblidhem të gjithë bashkë, për shembull Dr. Anna Cohen, nuk e di a ke njohur, ajo ka hapur branchin e Albanian American Women Organization në Florida, ka hapur atë degën e vet. Edhe ajo ndihmon, vetëm më merr Foti ka ardhur ky, ka ardhur kjo, domethënë me gjitha këto, domethënë që ne ndihmojmë tani duke ndihmuar, unë vetë kam shumë punë me fondacionet e mia dhe duke i dhënë fonde këtyre fondacioneve të Shqipërisë, kam lehtësuar pak punën time edhe menaxhimin, sepse nuk është vetëm të japësh lek, por dhe të shikosh çfarë bëhet me lekët, a i marrin lekët për atë që duhet, edhe a shkojnë aty ku duhet. A shkojnë aty ku duhet, domethënë kjo është kryesorja. Bukur. Është një punë shumë e bukur. Është një punë që të mbush shpirtin. Është një punë që të mbush shpirtin. Dhe kur shikoj ata fëmijët tanë që janë talentit, që pikturojnë, që këndojnë, dhe ne kemi mundësi t'i shkollojmë. Ne kemi mundësi, për shembull, Vatra në Florida ka hapur shkollën shqipe. Domethënë, po bëjnë një gjë të mrekullueshme. Unë po mundohem t'i sponsorizoj, ata kanë dhe sponsorat të tjerë. Po unë jam ajo që i them, vetëm bëni sepse më keni krah. Fantastike, fantastike. Edhe unë ju përgëzoj për gjitha këto që keni bërë edhe për gjithçka keni ndihmuar, gjithkujt që keni dhënë patjetër krah, ndihmë, shpresë, edhe mbështetje të mirëfillt për të përmbushur një ëndër, një dëshirë për të shpëtuar një jetë, janë të gjitha bashkë pa diskutim. Kështu që ju falenderoj shumë ndërkohë që ishit sot këtu. Me Iva Mulën nuk u përshëndetëm dot, me Ivën tonë të dashur dhe të nderuar, nuk e kemi sepse është lidhja që zgjat vetëm për aq dhe teknikisht nuk e kemi më të mundur, por e përshëndes nga zemra të madhen Iva Mula dhe falenderoj shumë për ndërhyrjen që pati në programin tonë dhe na foli aq bukur për Fadil Berishën edhe për shumë shqiptarë të jashtëzakonshëm në fakt që kanë dhënë kontribute të tyre jashtë vendit. Zonja Fotini tashmë është një prej tyre, apo jo, në fushën e biznesit dhe të sipërmarrjes dhe të filantropisë gjithashtu. Për gratë dhe vajzat, ju jeni nderuar edhe me shumë çmime, unë do doja vetëm t'i përmendja edhe pse ne i tham në insertin ton, jeni nderuar me shumë çmime të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara, keni marrë çmimin e filantropisë nga Qendra Mjekësore Trinitas, çmimin humanitar të ekselencës, kampioni i kujdesit shëndetësor nga Shoqata Ndërkombëtare për variacionet kromozomike. Për gratë dhe vajzat, ju shohim ndërkohë në foto të ndryshme në aktivitetet tuaja të pafundme dhe të shumta në Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm. Cili do t'ishte një mesazh për gratë dhe vajzat që po ndjekin në këtë moment? Edukoni veten, bëni të forta që të përballoni jetën tuaj edhe të edukoni fëmijët. Mos keni frikë.
merrni në telefon, reach out, do më thënë që themin e kontakto, fol, sepse dikuj do t'ja thuash hallin dhe do të ndihmoj. Sidomos këta familjet e që vinë në fillim fare në emigracion është shumë vështirë. Tani jemi shumë shqiptar edhe të ndihmojmë njëri tjetrin. Unë i them filantropia nuk është competition, ne nuk jemi në konkurrencë me njëri tjetrin. Të bëjmë bashkëpunimi do na bëjë ne edhe më të fortë, edhe më të sigurt. Kemi krijuar shumë shoqata grash, janë shumë shoqata grash shqiptare. Domethënë, vetëm duhet të kontaktojnë, mos kujtojnë se dera që të gjithë dyert janë të mbyllura. Jo, trokit, sepse ne kemi derën të hapur për të ndihmuar, për të suportuar. Dhe unë edhe njerë ju përgëzoj dhe ju falenderoj shumë për gjithçka keni bërë dhe gjithashtu falenderoj shumë që ishit sot me mua në këtë intervistë. Zonja Fotini, për ta thënë edhe njerë ndoshta edhe emrin e fondacionit, për gjithë ato që mund të kenë nevojë për një ndihmë, mund të trokasit në fondacionin tuaj. Fondacioni Koslovski, apo jo, është fondacioni që zonja Fotini Alteni Kokeri drejton. Dhe jo vetëm, është dhe fondacioni Michael J. Koslovski, yes. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Me si pata në studio. Falenderit ju mirëpres sërish kur do jeni herën tjetër në Shqipëri. Ky ka qenë një udhtim ndoshta i shkurtër, po besoj që të jenë të shpeshta udhtimet këtu edhe për të suportuar edhe projekte të ndryshme që mund të kenë nevojë për mbështetje. Faleminderit edhe një herë. Kemi publicitet, kthehemi pas pak. Jemi kthyer në studio, në pjesën e dytë do të flasim pikërisht për një ngjarje e cila dje ka mbushur dhe ka marrë vëmendjen praktikisht të gjithë botës. Do të flasim për turizmin hapësinor dhe pikërisht për një fluturim në hapësirë i cili është realizuar dje me në bord vetëm gra, që nga këngëtarja Ylli Popit Katy Perry, gazetarja Gayle King, aktivistja për të drejtat civile e njeriut Amanda Nguyen, shkencëtarja e raketave Aisha Bowie, producentja e filmit Kerrien Flynn dhe gazetarja Lauren Sanchez, e cila është njëkohësisht edhe fejuara Jeff Bezos dhe kuratorja e këtij misioni, praktikisht raketa anija kozmike me cilën kanë fluturuar është e kompanisë Blue Origin e Jeff Bezos, dhe ky ka qenë udhimi i parë i tyre i cili praktikisht duket se ka hyrë në histori, udhimi i parë vetëm me gra brenda të cilat shkojnë në hapësirë. Kam të ftuar gazetaren Enita Mema me cilën do ta komentojmë këtë ngjarje, po fillimisht le të sjellim insertin i cili na e përmbledh të gjithën. Le ta shohim. Dikur një ëndër e largët, sot një realitet që sfidon gravitetin dhe historinë. Turizmi hapësinor që deri pak vite më parë ekzistonte vetëm në faqet e romaneve të fantashkencës, po shndërrohet me shpejtësi në pjesë të së tashmes son. Dëshmi e kësaj është udhëtimi i 11 i Blue Origin, kompania hapësinore e krijuar nga miliarderi Jeff Bezos, që u zhvillua me sukses ditën e djeshme. Por ky mision kishte diçka krejt të veçantë. Për herë të parë, ekuipazhi ishte i përbërë vetëm nga gra. Në misionin NC-31, i cili u realizua më 14 prill 2025, 6 gra të jashtëzakonshme udhëtuan në hapësirën me raketën New Shepard të kompanisë Blue Origin. Ky ishte fluturimi 31 i raketës New Shepard dhe i pari me një ekuipazh vetëm me gra që nga misioni i Valentina Tereshkovës në vitin 1963. Në bord ishin gjithashtu gazetarja Gayle King, aktivistja për të drejtat civile Amanda Nguyen, shkencëtarja e raketave Aisha Bowie, producentja e filmit Kerrien Flynn dhe gazetarja Lauren Sanchez, e cila është edhe fejuara e Jeff Bezos dhe kuratorja e këtij fluturimi suborbital. Nisja u krye pa probleme nga baza e kompanisë së Bezos në Texas. Fluturimi zgjati vetëm 11 minuta dhe kapsula arriti deri në kufirin e atmosferës në një lartësi prej rreth 100 kilometrash, duke bërë që për disa çaste antarët në bord të ndjenin mungesën e gravitetit. Pas një uljeje të suksesshme, vetë Jeff Bezos hapi derën e kapsulës për partneren e tij, ndërsa Katy Perry e emocionuar puthi tokën. Gratë e ekuipazhit e përshkruan këtë si një eksperiencë të jashtëzakonshme. Ky fluturim ka shërbyer si një simbol i përparimit në drejtim të barazisë gjinore në fushën e hapësirës dhe ka frymëzuar breza të rinj, veçanërisht vajza dhe gra, për të ndjekur ëndrat e tyre në shkencë, teknologji dhe eksplorim kozmik. Kjo ishte ngjarje e cila i ka bërë të gjithë të ndrojnë dje, se u duk shumë e prekshme, nëse më herët të fluturojnë në hapësirë duke si fantashkencë.
pikërisht me këtë fluturim të fundit, duket aq i realizueshme gjitha, Është, në si fakt, rezervimi shumë i një pushimeve në Pikërisht, është një eksperiencë e jashtëzakonshme, edhe në këtë rast sigurisht mori më shumë jehon, sepse janë bërë disa fluturime, në fakt 11 janë dhe fluturime pa ekuipazh. Në fluturimin e parë që është bërë me njerëzit, ka qenë vetë Jeff Bezos që e ka inauguruar në 2021 dhe ky ishte në nder të zonjave një mesazh dhe një simbolik shumë e veçantë natyrisht. Përjetimi i 6 zonjave që përjetuan këtë që në thonjza mund të quhen dhe astronautët tani, në këto 11 minuta ka qenë i jashtëzakonshëm. E kam përshkruar si një gjë vërtet të çuditshme faktin që e shef tokën që largohet, sepse jemi në linjën e Karman, që është linja në një lartësi prej 100 kilometrash, aty ku ndahet pra pikërisht atmosfera jonë me hapësirën. Dhe aty kanë qëndruar vetëm 3 minuta në kushte mikrograviteti, pra në mangësi peshe dhe janë liruar, le të themi, për të kuptuar se si fluturon, se si është në mungesë graviteti. Natyrisht mendoj që kanë qenë emocionet e jashtëzakonshme, të lidhura edhe pak me frikën, me anktin, sepse është diçka që njerëzimi gjithmonë e ka ndërruar, kushtimin e hapësirës, por gjithmonë e kemi parë larg. Ky është një udhim që hyn në histori, janë zonja e parë, sikur se ndoqëm dhe te inserti, ka qenë një astronaute ruse në vitin 1963, Valentina Ternashova, ndërkohë që kësaj radhe kemi dhe këto 6 zonja, 2 prej të cilave gazetare, të cilat provuan këtë eksperiencë të jashtëzakonshme. Çmimi nuk është bërë i ditur, sepse është turizëm hapësinor. Mendohet tingëllon pak edhe si një promovim, i një shërbimi të ri turistik që mund të padyshim, edhe prezenca, prania e Katy Perryt në këtë mision, përfshirja e saj, që është një këngëtare me famë ndërkombëtare, ishte një lloj marketingu shumë i mirë, çka e bëri lajmin të marri akoma më tepër jehon. Mendohet se shifra vetëm për prenotimin e një udhëtimi të tillë, që zgjat rreth 10 minuta, 11 minuta ka zgjatur ky, 10 minuta 27 sekonda, vetëm prenotimi shkon tek rreth $150.000, ndërkohë që flitet që shifra për prenotimin e udhëtimit është me 6 shifra. Për çfarë ishte $150.000? Vetëm prenotimi. Prenotimi. Për të bërë këtë udhëtim. Në momentin që do të planifikohet udhëtimi i ardhshëm. Pra le të themi një kost i parë, parapagim, për të zënë radhën, pra ti e vendos dhe të jepet e drejta pra dhe pret pastaj kur të organizohet. Në moment që organizohet, pastaj është disa miliona dollar, ndoshta disa milion dollar. Dhe kjo është kompani e Jeff Bezos, që është një ndër miliarderët e parë në botë, edhe më të suksesshmit, me kompaninë e tij Blue Origin, që e ka themeluar në vitin 2008, kanë ndjekur pothuajse të njëjtin rrugtim sikurse edhe Elon Musk. Elon Musk, le të themi, ka nisur më tepër me Starlinkun misionet me SpaceX, misionet e Starlinkut, por që janë në një kuotë më të lartë. Kështu që duken të realizueshme goxha. Megjithatë, për sa i përket ka pasur polemika ky udhtim, sepse është aktoria dhe modelja Emily Ratajkowski, e cila ka shprehur një lloj zhgënjimi ndaj këtij misioni, sepse i është dukur shumë marketing dhe pa kuptim, nuk pati një qëllim ky mision. Plus pastaj ka komentuar pak lukun e atyre zonjave që kanë qenë pjesë e ekipit të kuruara me qerpik extension të vënë, me flokët e lëshuara, teksa fluturonin aty në hapësirë në mungesë të gravitetit flokët ndërkohë që shkonin gjë të lirë. Domethënë, ishte shumë më tepër, thoshte, nuk është se pati ndonjë mesazh të mirëfillt si udhtim, sesa thjesht një promovim. Madje, ajo pretendonte që udhëtimet të tilla do të dëmtojnë planetin, sepse kanë kosto dhe kjo është përfolur në fakt në media, fakti i ndotjes që mund të krijojë një anije kosmike që niset një kapsul që shtyhet me një raket, le të themi, pastaj bëhet shkëputja dhe kthimi në tokë. Sigurisht, megjithatë duke menduar për gjithë ndotjen që ne i shkaktojmë planetit çdo ditë, kjo ndoshta do të ishte edhe e papërfillshme. Mesazhi i këtij misioni është arritja e shkencës mbi të gjitha se sa një turizëm hapësinor, sepse është edhe
pa mundur që të realizohet në fakt një turizm hapësinor, sikurse ne marrim avionët, të paktën në kohën e afërt, në të ardhmen. Flasim për një të ardhme të largët, kur njerëzimi të ketë edhe më tepër konfidencë me të tilla fluturime. Fluturimet të tilla nuk janë të lehta. Pastaj, për sa i përket kritikave për flokët apo për këto janë të rëndësishme plotësisht, sipas mendimit tim. Gail King, për shumë gazetare, pjesë e grupit të grave që udhëtuan, këtë thoshte që misioni në fakt edhe qëllimi i këtij udhëtimi ishte pikërisht frymëzimi i të rinjve, me idenë që ëndrat bëhen realitet dhe janë të realizueshme të gjitha. Jo vetëm ëndrat bëhen realitet, padyshim. Dhe të bërit të punuarit çdo ditë për të realizuar ëndrën tuaj, pra sado fantazi mund të duket ëndra juaj, ajo mund bëhet realitet një ditë, dhe nga ana tjetër edhe për të promovuar përfshirjen e grave në fushat shkencore. Kjo ishte vetëm kjo, por ishte përbërë vetëm nga gra. Por e rëndësishme është edhe arritja shkencore. Arritjet shkencore janë shumë të rëndësishme. Ne kemi 2 kompani në botë, të cilat janë private. Pra SpaceX i Elon Musk dhe Blue Origin i Jeff Bezos. To janë kompani me të cilat edhe Agjencia Hapësinore Amerikane NASA ka kryer bashkëpunime të rëndësishme, sepse këto kompani përdoren edhe për të dërguar furnizime për anijen hapësinore ndërkombëtare, e cila ndodhet në hapësirë, ndodhet në orbit. Aty ndodhen astronautët, të cilët janë ekipe shkencore të jashtëzakonshme nga Agjencia Hapësinore Amerikane, Roscosmos ruse, apo ajo italiane, apo ajo kanadeze dhe të gjitha ato që dhe ajo evropiane ESA, që është e dyta në botë më e rëndësishme. Gjithsesi pa diskutim që ishte një padyshim është një arritje e shkencës. Një arritje e shkencës dhe e bëri e thjeshtëzoi, le themi, dhe e bëri shumë të prekshme të gjithën këtë ëndër, e cila besoj që është ëndra e miliona personave. E sigurisht duhet të kesh mundësi financiare ta realizosh diçka të tillë, por është e mundur, pra është e mundur, nuk është më thjesht. Është e mundur dhe është një emocion, mendoj, i jashtëzakonshëm për ato që e provojmë, për ato zonja që e kam provuar dhe për këdo që do të aprovoj, dhe besoj se më bëri përshtypje reagimi i Katy Perryt, ose dhe zonjave të tjera, të cilat vlerësonin më shumë tokën, rikthimi në tokë, ishte një gjë e jashtëzakonshme, po sigurisht, padyshim. Ka zbritur sepse në këtë moment ti vlerëson tokën, shtëpinë tënde, pra dhe kjo është një ndjesi e jashtëzakonshme për planetin tonë. Enita, të falenderoj shumë që ishe këtu me ne sot, në gjithë fatas gjithmonë në studio. Kemi publicitet, kemi pas pak. Jemi kthyer dhe në pjesën e tretë do të flasim pikërisht për vezët e pashkëve, sepse jemi në javën e pashkëve dhe këtë vit ka koinciduar që pashkët katolike dhe pashkët ortodokse qëllojnë në të njëjtën ditë, në të njëjtën javë, kështu që të gjithë besimtarët e krishterë kanë festën e tyre. Ndaj kanë filluar përgatitjet edhe me siguri det për të realizuar vezët e bukura të pashkës që bëhen ditën e enjte. Sot është e martë, ne kemi kohë për të marrë ide sot këtu në program, të cilat si gjithmonë në studion tonë i sjell Olga Kalimera nga Gjirokastra, që vjen në studio me gjithë larmishmërinë saj dhe gazetarja Mirnjor Nisida Tufa me vezët e bëra vetë në shtëpi. Këto janë vezët e tua, apo jo? Më kishe parë ndonjëherë kështu. Po, pra dhe... Po, i realizoj gjithmonë me shumë qejf dhe ky është krijimi i këtij viti. Se çdo vit janë të ndryshme. Ndjej shumë përgjegjësi unë sot. Dina bëri Olga ne është eksperte. Njihemi shumë me Nisidën, flasim, komunikojmë, por nuk jemi takuar asnjëherë. Dhe ishte edhe e parë që neve takohemi live. Sa bukur. Po, dhe kishte kënaqësi më të madhe, sepse personalizimet për fëmijët e mi gjithmonë ja kam besuar Olgës dhe e kam ftuar në studion time, por nuk kam mundur të vi, kështu që është kënaqësi, rutina po të qeke. Atëherë, është momenti që fillojmë dhe mendojmë si do t'i bëjmë vezët këtë vit, se gjithmonë kreativiteti na çon lloj-lloj variantesh, lloj-lloj modelesh, çfarë mund të sjellim si vjet. Po t'i referohemi të tuave, Nisida ti ke bërë të kuqe dhe i ke dekoruar me nga një shirit me lule. Me një shirit me lule dhe një lule dele, më tepër një kreativitet i momentit, në fakt. Unë gjithmonë i besoj të kuqes, duke qenë se është edhe simbolika e gjakut të Krishtit, por kjo nuk do të thotë se nuk janë bukur edhe ngjyrat e tjera, ka larmi, kam bërë edhe unë vite tjera, por nuk e di tek e kuqja shkoj gjithmonë. Dhe tërheq më shumë, madje koleget e mia, po shoqëria gjithë mezi e presin një vezë të pashkës nga unë. Ja, bën gjithmonë dhuratë të gjithave, shumë bukur. Olga, ndërkohë ti, ngjyrat? Patjetër që në çdo shtëpi duhet të ketë vezën e kuqe. Të enjten duhet të bëjmë patjetër
vezët e kuqe. Pastaj, ka filluar pa kjo metoda ose më modernja të bëjmë diçka, vezët t'i bëjmë një stil tjetër, të angazhojmë edhe fëmijët që të krijojmë diçka tjetër. Shikojmë në këto rrjete sociale, jashtë mase shumë teknika të ndryshme. Është mirë që të marrësh edhe fëmijët edhe t'i krijosh, të zbavitesh, krijosh gjëra të bukura. Kam sjell diku, por nuk e shikoj këtu, diku kam vezë të cilat i kam bërë pastel, ngjyra pastel. Janë këto këtu, mos i ke përkoptu? Jo, nuk ka problem, base nuk i keni nxjerr. Jo, këto dua që të përgatis, ishin ngjyra pastel. Po, këto janë gjëra të ndryshme që krijojmë neve për Pashkët. Janë biskota për Pashkë. Gjithmonë kur kam ardhur, ju kam sjell bukën e ëmbël të Pashkës, gjithmonë. Diku e kam edhe këtu, bukën e ëmbël, po tani solla një Dubai. Bukë e ëmbël me shije Dubai, me qenë se Dubai është trendi Pashkë. E pas ke shitur. Edhe thash, diçka ndryshe, në qyrek Dubai. Ndryshe do të thotë është me pistakjo. Me pistakjo, edhe me atë gadaifin brënda, nuk e din që se keni provuar. Pra, do t'jetë e ëmbël, ka përshtypje. Është shumë me shishme. Kemi dhe këtë lepurushin këtu që nuk mungojnë edhe këto elementet për fëmijët. Unë që se kemi kohë, dua të tregoj shpejt një teknikë, se si mund të bëjmë për shembull këto gjirosjen e vezëve. Është një teknikë që nuk dështon duhet jetë kjo. Çfarë ka në ato kavanos? Këtu kemi sot buke. Sot buke. Edhim për shembull në këto Këto janë ato tasat që bëjmë forma, biskota ose mafis, gjëra të tilla. Edhim pakuj, në çdo nga këto edhim pakuj. Pra hodhe nga një luk sot buke njërë tek secila, dhe pastaj nga një luk ujë. Një luk. Po. Edhe ngjyra. Atër, vazhdo ti, po nduaj që ta shohim mirë, ne do t'i lëviz të këtu në mënyrë që edhe kamera të ketë mundësi të xhiroj, edhe ne të kuptojmë se çfarë jemi duke bërë aty. E shohim më mirë këtu? Do edhim një ngjyrë në çdo, mund të ngrihem pak. Po. Aty çfarë ka? Ngjyra janë ngjyra ushqimore, po që treten në ujë. Duhet të kemi kujdes. Ku i gjen këto, Olga? Duhet të kemi kujdes që edhe në supermarket, edhe në që shesin për pasticeri gjëra të tilla, po duhet të kemi parasysh që të mos jenë shumë të veçanta. Kam parasysh që ato që janë për zarfa të vogël të vegjël prej letre. Po, edhe ato. Edhe ato. Po jo, duhet të jenë ushqimore, po që treten në ujë, jo që treten në yndyrë, se kur treten në yndyrë, atëherë pra, ngjyrosëm. Do më që të mos i bëj të gjitha këto, vendosim dhe i hodhëm nga një ngjyrë secilës për t'i pasur me ngjyra. Me ngjyra, që të mos rrim tani që të bëjmë dhe se koha televizive është. Ndërkohë vezët duhet jenë të zjera. Po, as që diskutohet. Dhe të bardha, sepse marrin ngjyrën më mirë. Më mirë. Kështu që preferojnë të bardha. Sidomos në këto teknika është më mirë që del në pak e bardha. Po. Marrim pak ujë, pra. Po. Edhe marrim vezën. Tani, unë mund të laparosem këtu, po s'ka problem. Edhe e lyem. Lyhe direkt ashtu. Po. Për ta bërë në ngjyra të ndryshme. Tani ajo që e fikson në shuthulla, apo jo? Fiks. S'kemi maras. Ti mund të japësh edhe një ngjyrë të vetme, do me thënë ti bësh me ngjyra me uniforme, le themi, një vezë, një ngjyrë, ose lara, ose mund të pikturosh gjithçka që ti dëshiron. Pra jo, le themi që del ajo mënyra e si mermer. Edhe nëse për shembull do ta shikojnë tani, duke hedhur uthullën, bëhet si një reakcion e zakonshme. E shikoni se sa bukur u bë. Shkrihen ngjyrat. Shkrihen ngjyrat edhe del si ajo ngjyra mermeri. Ta rrotullojmë pak vezën që ta shohim. Po, dhe sigurisht e lëm gjatë aty, dhe këtu realizohet një vezë me ngjyrat e blues, po qelles. Po kështu mund bëhet me të kuqen, me të verdhën, me portokallin, fantastike. Në qofse, ja, në këtë moment, na u bë kartopeceta pis. E tamponoj. Edhe kështu mund të realizojmë një tjetër ngjyrosje të vezëve.
kjo është një nga metodat. Po, ka metodat. Megjithatë ne nuk largohemi asnjëherë nga varianti boj ose kuqe që është tradicionalja dhe që gjithmonë funksionon. Por edhe ai ngjyrave nëpërmjet perimeve, sepse ajo është një mënyrë interesante. Po, me panxharin, me qepën, me lëvozhgën e qepës, me jeshile, ndoshta spinaqi, që mund t'japin ngjyrën e qepës. Majdanozi, kështu që mënyra ka pafund. Dhe ndërkohë Olga do t'i përgatisë, jam e sigurt që tek ty ka shumë llojshmëri në Gjirokastër, tek Olga, cili do t'jetë një urim që do t'i bëni sot gjithë atyre që po na ndjekin. Pas këtë gëzuara, gëzojmë shumë që po festojmë të dyja fetë edhe kristianët edhe katolikët bashkë, kështu që urimi vete për gjithë shqiptarët. Të falenderoj shumë Olga Kalimera. Edhe unë uroj të gjithë, unë vetë jam ortodokse nga mami, katolike nga babi, kështu që në një ditë të dyja janë vetëm shëndet dhe bekime. Faleminderit shumë ndërkohë që ishit këtu me mua, ishte kënaqësi si gjithmonë, frymëzuam sadopak, po jeni të lirë të zgjidhni dhe të realizoni gjithçka doni të njëjtën. Faleminderit që ishit këtu me ne, ndërkohë që ne së bashku do të shihemi sërish nesër. Kalofshim mirë. Faleminderit që na ndoqët.